Sa lojmeve kanë martesa, sa si ka martesa feju. Tash në feju me sa dione, tash kanë buhë Borim mbretëror ka lejmëruar në bazë të një njoftimi që vetaj në akontin, po edhe në disa faqe të mbretërisë janë publikuar, është thënë që ata janë feju, po që është komentu të tepër shumë edhe është kritiku të tepër shumë raporti tyne. Ata kanë dalë kritika pozitive apo negative? Negative shumë, për shkak që me sa duket, ashtu që komentohet në rjet, e fejuara Blerta e princit, ka hyrë në mesin e tyre. Ka qenë fotografe familjes. Po, fotografe madje edhe ka foto që i ka bërë edhe vetë qiftit, edhe arsyeja pse ka qu deri të ndomi madje edhe videoja që e famshme e princit. Ajo s'ka hy, a ka hy mi fotografu, jo mi nda. Nuk po besoj që është fajtorja pëse ata si janë bashkë më. Ose pa u jep hapësira pa tjetër. Ata i kanë dhënë hapësirë ose princi ka reagu, ose Agnesa ke ndonjë mendim këtë që ka ndovë? Që është futur ajo fotografja në mes si fotografe? Si fotografe. Jo, në fakt, që kam ka arë mu mas shumë t'i keq prej lekës edhe asaj intervistës së famshme, ishte qysh një rol model si princi, delje dhe thot, për shumë vite, ne nuk kemi qenë të martuar me Elian, vetëm kemi bashkjetuar dhe i kemi dhënë publiku një fotografi të përkryer. Ashtu po ndodh, realisht në krejt botën. Ashtu ndodh në krejt botën, po nuk është etike me dalje dhe me rajtë, se mandej, kur thojmë është fotografja dhe kur po del që në dashuri që 3 vjetë, ose që sot a ke qenë ti i martuar, a ke qenë i dashuruar. Edhe në fakt, po, edhe unë pajtona me ty që nuk është vetëm Blerta ajo e cila ka kriju lidhjen, po është e dy anshme, mirë po edhe për një qik e cila shkon, okej, i ka shkëndia të shku me fotografu o bore në mbretëror princin, mirë po nuk është okej me ndërhy në një raport të paktën. Okejte, mirë janë dashuru, mirë po, lidhja aty në ka fillu sa halo kanë qenë të martum zyrtarisht, apo kuptan. Edhe fatkeqësisht, na kemi qenë dëshmitar të një video të mërshme të princit, ku ka qeni përfshime dhe baba i Elias, që ka qeni vjetër. Nevoj me u shpërnda, as me mubo, nështë një gjësit tjilë. As mubo ajo video, dhe në mesin e qati verzionit të princit që kemi po. Kur po tel, tash një dashuri e përkryere, paralore, tjetër, jo, nuk është dashuri, okej, jo në dashuru, po tash mos në shet një moral, neve e prolla. Majeni lidhjem për veti, jetojeni për veti, po të paktën, nëse a i letë vendos princi apo dënë me vazhdu me një kartolin mbretërore, princërore, atash po dënë me bu kuller dhe me kalzu shpirtin e lidhë edhe realitetin. Pas një princ të gjitha, sepse kemi një princ në Britani të madhe, princi i dytë, po edhe ka provu mi bot gjitha, edhe ju është dasht me u largu me u shkut nga edhe është largu. Ama sa përket princikës mu shumë pajtona me Agnesën, që ka dasë është interesanti që është na imunone bashkë këta njerëzë një zakonisht pushtet shumë edhe adene kanë qëfar do mundësie në shamu distancu dhe mu divorcu, edhe këta zjedhe mës me bo veç për me e mendoj që shumë a familje është në mbretërore dalën që se bo një divors si dy të rritën e jo me liju në shta gjitha ato skena që i përmendju që kanë qarkullu që si kanë hije as një ftyre publike as më pak princit që për kunder dhe thonë që s'ka në fa roli ekzekutiva zhënë e pas një rëndësit veçan një nëse qysh shqiet në publik. Ata mu kom pengon ma shumë që ta që kjo promovimi që sa i tash një stresi mi pas 12 vjetë, janë se keni bu ka 14 martonu për veti, knaqën për veti, nuk po na hajgara të e drejtu pytje në drejt qiftë sa kanë marrë fotografe apo fotograf tash për familje me ty. Karma against to you. Cëllit do të shofë mundet me kriju konflikt edhe fotografi. Edhe patën e kësi laj reagime. Edhe mundet edhe me pas ma shumë të përbashkët me një fotograf, me qenë se ajo është fotografe. Po është gjithë se shpresojmë që të drashëgohen e dhjënë si që ka thënë Monika krye madhje, karma e zë 3 pika. Po, pika. Mirë, lajmë tjetër nga vjen nga Rita Ora. Tash një sa më shumë për gjithë ata që jo të finë të vaj. Edhe janë të dashuru që ka me thonë. Stojnë edhe Agnesën ndarësëm si fotografe ose veç si pjesë masë. Jo, heq, unë e u pata i thusë, unë e kom menu që përmartuna me Princ Lekën. Që djali mira të kujtojnë. Ma qëtë gjënë edhe gurorën, po tani së më dhanë, se morëm veshin nuk e djali mirë. Ka shumë vokali kundër kësa fejese, e dhe gjithë shka duhet me pas. Me shka është bo? Me martu me Princin.
Nuk ka problem. Ju me vëdote të piksojt, njerë është problemu ndo. Përveç saj e përmendë Katria Ferita Orës, edhe është gjithka shumë interesant. Kjo ka qenë me një farë spektakli në Francë, ku në fakt Guess the Singer, ose Guess the Song, edhe lëshohet kanga Houdini Dua Lipës, edhe kjo kërcen me kongën e thot em në duës. E ka qenë po kanga e parë, ka qenë diçka shumë interesant me Rita Orën të udhëfry me kongët e Dua Lipës, sepse përkundër shoqëror, nuk është fol kur publikisht për këtë çështje, edhe patjetër të dy ato një jashtëzakonisht rëndësishme për industrinë tonë, për imazhin e Kosovës.